Kur u thënë shumë, pashmangshëm kime qenë qysha dhe përmende pasionant tepër i madhe dhe i ushqimit, me provu ushqime në përvene ndryshme, kulturat ndryshme, po të regëm cili mujna me thonë që ka ushqimin ma të mirin. A dhe qysh në qëfëse i referumi, dhe më thonë, prej vetës të por, unë menoj që ushqimi mediteran është ajo që edhe na shfrytëzojmë edhe na përshtatet neve, po dhe në Turqi është, Turqit dhe më thonë, edhe ata ushqim mediteran është ajo që neve na përshtatet. Ajo që mu heshtë më kalon për sypje, po përni me heq, në Skandinavi. Oh my God, dhe më thonë, tepër kontra me ushqimin tonë. Pull me mjallë, për shembull, me ongër. Come on! Disgusting ajo. Për mua, për personalisht, heshtë më ka pëlqy. Ose me kombinimi këtë palidhje. Ma përpara, për shembull, e kisha provu me pacienti, ku nazina e varmish krokodili ose diçka, se që ajo, katastrofë. I ka do klasime ekstreme. Për mua. Kombinimet, po. Kombinimet për mua në Skandinavi së më kam pëlqy. Ku unë e thonë që të kam pëlqy? Që të bjerë me në te për shpesh për ta. Ku si jam që aty? Pak është edhe për shembull strange me kulturën tonë, se më ka ndodhur në Paris. Kom qenë i ftuar për shembull njënën prej rasteve në një familje në Paris aty, po derisa u ardh koha për me hongër ushqim pjatën e parë, atë nerva me të shku. Një orë, derisa njerë pak një dy gota vend, tani pak do kikirika, tani pak një diçka. Ceremoni. Ceremoni, 2 orë me hongër bukër. Ka pra e del krypuna, dhe më thonë ajo që në fakt ata kishit të drejtë. Se dhe ushqimi kur konsumohet, unë menoj që do të me pas një farë llojeritmi pak më ngadalshëm që më jep organizmit kohë për me u adaptua, se ndodhen ndryshime dhe mrena në organizëm. Por që se di që kjo farë ritmin në Francë mu së më ka pëlqyja, dhe në punën e, si me thonë, procedurën për ushqim, mu nuk më ka pëlqyja. Planet e tua në vazhdim, a ki një vend që e ki andër me vizitur, ose e ki në atë bucket list? Absolutisht, absolutisht. Njerë jam i fokusu Evropën me kry, po me kompletu e tani Masarena me këshyrë ma të tje. Pra, Amsterdam e kom në kështët në list, e kom Pragën në list, Romën e kom në list. Më me thonë që të trija, nështë këtë vetë se dija më i trija të mi kry, veç në vjenë që tash në kërë kom e shku, kemi një pjesëmarrje aty në koncerthalë, është një për sala matë njoftën në botë. Vajzën e ka me performu aty me instrumentin e saj muzikor, me një shkollë, që është shkolla Amadeus me këtë rast, edhe kanë me performu atje, është një eveniment i jashtëzakonshëm, kemi me shku në korrike atje, edhe besoj tani ka vjeshtja të ashor në qofë se Pragën ose Romën të ashor. Të arritshme dhe për këtë vetë. Besoj që po, besoj që po. Smina me kry intervistën pa të pytë dhe diçka nga pak ma herët e përmenë në faktin që jena afer verës, edhe normalisht po besoj që kërkesat jenë shumë në doja për me gjithë nështë njerës një vend tri, ku me vizitu, qka mujna me thunë që jenë venet i doja për me vizitu gjatë verës, ku nështë mi kalu pushimet, ku nështë mujna me thunë që jenë shmimet pak ma për toke, një shqiptari type ku mujna mi propozu me shku verës. Ati qysh, sa i përket pushimeve, se une i kësha ndo, pushimet e verës edhe turizmin, si me thonë, 4-5 ditor, unë menoj që dalojnë. Se qëllimi është i ndryshëm. është në varët prej qëllimi. Unë menoj që për pushime, dhe më thonë, një avorë 10 dita, po 2 javë, unë për veti që nështë e ka 15 vjetë nuk e ndroj Shqipninë. Shqipëria është, për mua është në zemër edhe kom të pa kështu të... Kom provu në Turqie në për vene tjera, po diçka nuk se di, s'kom mujtë mu... Murahatu kështu.